2 fitore për ekipet vendase dhe 2 për ato mysafire me 20 gola të shënuar është epilogu i 4 ndeshjeve të zhvilluara në Giron e 33 dhe të fundit të sezonit 2024-2025 në elitën e futbollit të Maqedonisë së Veriut, ku tani më në sipërfaqe dolën të gjitha të panjohurat. Shkëndia është kampione dhe do garon në kualifikueset e Ligës së Kampionëve. Sileksi dhe Rabotniqi do të garojnë në Conference League, ndërsa Besa e Dobërdollit do të luajë në balotazh për të siguruar mbjetesën në elitën e futbollit, ndërsa 2 futbollistët, Besar Ibrahimi i Shkëndijës dhe Marko Gjorgjevski i Sileksit, me nga 15 gola të shënuar, kanë ndarë epitetin gola shënues më të mirë të sezonit 2024-2025. Pavarësisht disfatës 3-1 nga Sileksi në ndeshjen e fundit të sezonit në Tetov, nuk mungoi festa e titullit kampion të Shkëndijës, që një gjë të tillë kishte siguruar që 2 xhiro më parë. Fal heqjes së ndalesës për tifozët, kësaj radhe fal vendimit të FFM-s në tribunat e stadiumit ishin një numër i konsiderueshëm i tifozëve, të cilët madhëruan këtë moment historik për ekipin kuqezi, të cilët e ngritën lart trofeun dhe ja dorëzuan kapitenit Besart Ibrahimi. Nga ana tjetër, drejtuesit e Shkëndijës për këtë rast kishin përgatitur gjithçka në mënyrë perfekte, duke filluar që nga programi artistik e deri tek ndarja e medaljeve për të gjithë ata të cilët kanë qenë pjesë e këtij suksesi në sezonin 2024-2025. Kujtojmë se skuadra kuqezi në këtë kampionat nga 33 ndeshje të zhvilluara ka regjistruar 20 fitore, 10 barazime dhe 3 disfata me gola averazh 59-30, duke grumbulluar 70 pikë që dolën të jenë të mjaftueshme për të fituar titullin e 5 kampion. Këtë festë të madhe për titullin e 5 kampion i Maqedonisë së Veriut me përpikshmëri e ka ndjekur televizioni Koha. Në vazhdim të ndjekim opinionet e aktorëve kryesor për këtë sukses të klubit të futbollit Shkëndija. Autori i golit, futbollisti Marwan, Fitro! Pikërisht, kjo mangësi e imja është edhe një përparësi të jem dëshmitar se Shkëndija nuk është një klub, por është një emocion i cili të përfshin, të mban e të merr me vete që në momentin kur përfshihesh. Kështu e ndjej unë këtë amblemë të futbollit në Tetovë, sepse e ndjej se përfaqëson kulturën dhe traditën sportive të qytetit të Tetovës. Këtu ka edhe disa nga legjendat në këtë tavolinë që i shoh Karshi, që ka kontribuar për këtë klub. Gjithashtu Shkëndija e ndjej që i përfaqëson edhe një rezistencë në do kohë. Ka qenë një terren që njerëzit kanë shprehur gjithë energjinë ndaj padrejtësive që janë bërë këtu. Shkëndija gjithashtu përfaqëson edhe një tendencë për barazi njerëzore dhe fair play sportiv. Shkëndija është një peshë e rëndë, mirë po pikërisht është peshë e rëndë, edhe kjo fitore sote është e ëmbël, si kjo baklava që po e hani këtu bashkë. Po, nuk do të ishim këtu ne, me këtë madhështi, po të mos ishte
familja Destani dhe posaçërisë zoti Lazim Destani, të cilët atë dashurinë dhe përkushtimin për qytetin e lindjes së tyre për Tetovën e shprehin nëpërmjet investimit të tyre në sport, në Shkëndijën dhe mundsojnë që sot të jemi krenar me këtë klub, me këto suksese, duke investuar në sport, ato i çojnë që të rinjtë të shohin si amblem krahasimi sportin dhe sportistët, dhe në këtë mënyrë nëpërmjet akademisë kontribojnë në zhvillimin e talenteve dhe rinisë në sport në qytet. Normalisht, kjo fitore u dedikohet tifozëve të zjarrt të klubit të Shkëndijës, në veçanti ballistëve, të cilët në kohë të mira dhe të vështira kanë për krah që të vazhdojmë me fitoret. Një ura e madhe shkon për lojtarët, të cilët me nder dhe krenari e mbajtën këtë fanell të randë, dëshmuan profesionalizëm, përkushtim dhe një shpirt fitues. Normalisht u udhëhequr nga trajneri dhe ekipi i tij, që me këmbgulje, përkushtim, por dhe me qasje të dur, arritën të krijojnë një atmosferë të një ekipi fitues. Nuk do të harroj kjo fitore shkon edhe për ekipin menaxhues dhe gjithë logjistikën, administratën, të cilët në mënyrë të padukshme, me dashuri, ditë e natë po punojnë që Shkëndija të jetë klub fitues. Dhe në fund, mos lam përveç urimeve, unë dëshiroj mbas kësaj nate, mbas kësaj mbrëmje, të fillojmë më njëherë të fokusohemi që të korim suksese edhe në garat europiane dhe këtë ekip të vazhdojmë ta ndërtojmë dhe ta udhëheqim ashtu siç e meriton. Urime edhe kalofshi një mbrëmje të bukur se meritoni. Cilët janë ndjenjat e juaja si drejtor sportiv? Po normalisht ndjenja është e papërshkrueshme, për arsye se mbas 4 vitesh e kthyem titullin përsëri në Tetov, aty dhe ku takon, dhe shpresojmë se do të vazhdojmë me gjëra të mira, me gjëra të bukura në çdo aspekt, në cilin aspektin organizativ ashtu edhe në aspektin sportiv, dhe do të vazhdojmë Shkëndijën të çojmë atje ku dhe ku meriton. Tash në radh janë garat evropiane, çfarë mund të presim? Normalisht, garat evropiane, qëllimi kryesor ishte titulli kampion dhe patjetër që do të përgatitemi maksimalisht për të pritur sa më mirë garat evropiane. Shpresoj dhe besoj se Shkëndija ka dëshmuar se mundet dhe do ta bëjë një gjë të mirë dhe shpresoj sa më lart të shkojmë në Evropë. Faleminderit. Faleminderit juve. Urime medaljen për titullin e fituar kampion të Maqedonisë së Veriut sezonit 2024-2025. Falënderit shumë për urimin, edhe një urim edhe një falënderim veçantë edhe për ju, për shkak se edhe ju keni qenë një suportues i madh i Shkëndijës gjatë gjithë kampionatit me kontributin që keni dhënë. Normalisht se jemi të lumtur që rikthejmë titullin pas 4 viteve në Tetov, dhe fitimi i titullit në Tetov dhe me Shkëndijën është diçka e veçantë për mua personalisht. Kujt ja dedikoni këtë titull? Patjetër është një dedikim i cili shkon kryesisht për pronarët e klubit, të cilët kanë krijuar një kushte dhe një klub model, dhe gjithashtu është një falënderim i veçantë për ta, për kryesinë e klubit, një falënderim i veçantë për futbollistët të cilët gjatë gjithë kampionatit kanë qenë më meritorët dhe ato kanë qenë ata të cilët kanë bërë diferencën. Normalisht mos harroj edhe stafin teknik, stafet tjera përcjellëse të cilët çdo ditë japin maksimumin. Dhe një falënderim i veçantë edhe për familjen time, për krajin, për shkak se kemi kaluar me një periudhë shumë stresuese dhe normalisht edhe me intensitet lart. Jeton.
Ndeshja e sotme dhe disfata me Sileksin, a e zbehu këtë titull apo? Besoj që jo, neve në ndodhe njësa gabime në fillim ndeshjes ku pranohem gol, pastaj pjesën e ditë ishim shumë dominant, mendoj se në momente veçanta na mungoi edhe fati për të rikthyer ndeshjen, por në përgjithësi sot ishte ditë feste, nuk ky futbolli besoj që ishte në plan 2. Do vazhdoni me një herë për përgatitje për garat evropiane apo? Pa tjetër të ketë një pushim të vogël, kryesia e klubit bën analizat dhe besoj që do kthehemi në punë me një skuadër cilësore, me një shkëmbim të cilën e meritojnë gjithë tetovarët dhe publik. Tjera, ashtu? Pa tjetër, normalisht është pa tjetër sushme. Edhe njëherë urime për Shkëndijën që është simbol i sportit shqiptar këtu në Maqedoninë e Veriut dhe jo vetëm. Faleminderit shumë dhe respekte shumë të mëdha edhe për ju dhe punën tuaj të paloshme që bëni gjatë gjithë vitit. Cili titull është i kampionit me klubet shqiptare këtu në Maqedoninë e Veriut për Besartin? Po, kjo është titulli 7, 4 herë me Shkëndijën, 2 herë me Strugën dhe 1 herë me Renove. Kur je ndi më i kënaqur kur ke fituar titullin kampionit? Ta them të drejtën çdo herë, ky ka qenë ndoshta viti më i vështirë me rrethona që ka ndodhur, edhe do e kisha dedikuar që ky trofej ishte më i vështirë, po ma me vlerë të madhe. Kështu që çdo herë kur i kam dhënë kontribut këtij ekipi e kam ndi veten pak më mirë. Kujt që dedikoni? Po tetovës, tifozëve, ballizëve, pronarëve të klubit, familjes, të gjithë ata që na kanë përkrah prej ditën e parë deri sot. A dhe shohim Besartin edhe kampionatin e ardhshëm në Tetov para publikut tetovar? Po besoj që edhe një vjet kam kontratë, edhe shpresoj që në garat evropiane të kemi pak fate dhe pse jo të hym në grupet Conference Ligës. Dhe të shpresojmë titullin e 8 për Besart Ibrahimin, ashtu? Po, normal që do ishte një përfundim i jashtëzakonshëm për mua, mbaroj me titull, po t'ja lejmë kohës. Urime edhe inshallah edhe shumë titull të fitoni. Faleminderit. Me vlan premtuar titullin kampion dhe realizohet. Faleminderit shumë, urime gjithëve titullin kampion, ka qenë një vit i vështirë, mirë po në fund ja dolëm të dalim kampion dhe siç e shikojnë gjithë njerëzit janë të lumtur pasi që ka munguar 4 vite dhe shpresoj që mos të ndalemi këtu KF Shkëndija dhe të vazhdojmë që vjet pas vjetit të marrim të parën vend, të dalim kampion. Kujt që dedikoni këtë titull? Normalisht gjithë që na kanë përkrahur, mirë po pjesa më e rëndësishme e klubit janë tifozët, spari atimve ja dedikojmë, pastaj familjarëve tonë dhe veten e lëmë në fund sepse gjithmonë luftojmë për vetë. Tani na presin sfidat në garat evropiane. Sa është e gatshme Shkëndija për këto sfidat që presin në të ardhmen? Normalisht, është e rëndësishme të shkojmë të pushojmë, sepse ka qenë një vit, siç e thash, i stresuar dhe shpresojmë që kur të kthehemi me koka të ftofta dhe me shumë punë, na pret shumë punë dhe shpresojmë që të dalim faqebardhë edhe në garat evropiane. Titulli kampioni i Maqedonisë së Veriut, çka do thot për ju si një tetovar? Një mundësi e artë, një mundësi shumë e mirë. Edhe pse jam një tetovar, këtu jam nga mosha 8 vjeçare, kjo është titulli im i tretë, ku jam shumë i lumtur për këtë punë. Kujt që dedikoni këtë titullin kampion? Gjithë familjes time, gjithë ata që më kanë përkrahur dhe gjithë tetovarët ku do të janë, edhe në diasporë edhe në Tetov. Urime titull kampion. Faleminderit shumë. O sa mirë të jesh në Tetov dhe të fitosh titullin kampion. Kampion, atmosfera, veç shifeni këtu, s'ka më mirë me qenë kampion, lumë ne që e provojmë, lumë ata tjerë që e bujnë që s'mund bëhen kampion, po veç Shkëndija mund boshe këtë vit. Kujt që dedikoni? Fillim shko për gjithë klubin e Shkëndijës, për Tetovën, për ballistët që janë forca jonë, e gjithë Tetova ballistët, pastaj për stafin teknik, për kryesin për familjarët tonë normal, që na mbështesin kur jena mirë dhe kur jena keq, mbi gjitha jena kampion, kjo është më e mira. Dhe gjithë shqiptarëve normalisht. Dhe gjithë shqiptaria që ka festuar me ne dhe do vazhdoj të festoj. O sa mirë të jesh shqiptar. O sa mirë me qenë shqiptar, o sa mirë me fitu. Dhe si so Shkëndija dobi шампионска титула, що значить за тебе?
Често задоволство ми е kao prvo. Имахме прекрасна сезона. Сите играчи дадоа свој придонес. Ова е моја прва титула. Искрено не знам како да опишам, многу сум среќен и се надевам следната сезона исто така да продолжим со уште една титула. Благодарам. И на вас. Shala Spari urime titullin kampion. Faleminderit shumë. Jam me të vërtetë shumë i lumtur pas 4 viteve arrita të shpallëm kampion me Shkëndin. Është një ndjenjë jashtëzakonshme. Dua t'i falenderoj gjithë qytetarët e Tetovës, ballistët, familjen time që më kanë përkrahur. Me të vërtetë jam shumë i lumtur që kemi arritur këtë sukses dhe shpresoj që Shkëndia gjithmonë të vazhdojë me kësi suksese. Shkëndia nesër në garat evropiane. Çfarë mund presim? Shpresojmë që spori ta kemi shëndetin gjithë dhe shpresojmë që së bashku të arrim një sukses që tashmë gjithë e presin në Tetovë. Faleminderit Adelis Shala. Gjithat mira, faleminderit. Adil, si personel shëndetësor në ekipin e Shkëndijës ke fituar 5 tituj me radhë. Si ndihet Adili në këto momente? Është emocionuese. Unë do me thonë jam pjesëmarrës i 5 herë titujve radhazi me Shkëndijën edhe vazhdojmë. Ndoshta. Deri ku? Derisa na ndale një penzion të Shkëndija. Të Shkëndija, shaka. Mirë, është emocionuese. Do me thonë, kemi qenë 9 deri tash, por prap ne do me thonë e fitum titullin, u dëshiroj çunave suksese. Vazhdojmë me një pushim të radhës edhe vazhdojmë me Ligën e Shampionave sigurisht. Po. Atëherë cili ka qenë kontributi juaj për këtë ekip që fitoi titullin kampion? Po ne bajmë ato anën shëndetësore dhe sigurisht edhe ne jemi meritor për këtë. Po. Atëherë urime. Faleminderit shumë. Për në fund, kampionati futbollit të sezonit 2024-2025 në ligën e parë përfundoi ashtu siç përfundoi me sfida dhe ndodhi të shumta, ndoshta edhe të papritura, por të shpresojmë se këto do të jenë ndodhit e fundit dhe në kampionatet e radhës do të shohim futbollin më cilësor dhe më të drejtë, krejt duke u bazuar në implementimin e sistemit VAR. Katër fitore të ekipeve vendase, 2 barazime dhe 2 fitore të ekipeve mysafire me 29 gola të shënuar është epilogu i Gjiros së 30 dhe të fundit në ligën e dytë të futbollit vendor. Makedonia Gjorgje Petrov dhe Arsimi kualifikohen në ligë të parë. Ndërsa bashkimi siguroi balotazhin për kualifikim në ligën e parë. Banorët e Çegranit kishin organizuar pritje madhështore për heronjtë e klubit të tyre të zemrës. Arsimi Çegranit me fitoren e thellë 4-0 kundër Vardarit në Negotin shënoi suksesin historik pikërisht me 52 vjetorin e themelimit të këtij klubi dhe është simbol i rinisë dhe sportit të këtij vendbanimi fitoria dhe kualifikimi në ligën e parë të futbollit në Maqedoninë e Veriut, i cili paraqet sukses historik dhe një arritje shumë e madhe për banorët e këtij vendbanimi, të cilët kishin organizuar një pritje madhështore me fishek zjarre dhe muzikë, ku jehonte kënga shqipe në korr së bashku me tifozët Armata Verdh e Zi dhe lojtarët. Në pritje të ekipit, i pranishëm ishte dhe televizioni Koha, duke siguruar opinione nga kryetari i klubit Amir Bilali, trajneri Vildaj Saliu dhe futbollisti Beluli. Klubi i futbollit Arsimi shënoi një sukses historik. Çka do thotë kjo për ju dhe për Çegranin, pasi arrihet pas 52 viteve garimi.
Ma shumë se fjalët, flet festa edhe momentumi aktual ku gjithë bashkarisht, lojtar, staf, tifoz, kryesi, kremtojnë një sukses historik, sukses cili dhe për cilin gjenerata me radhë kanë sakrifiku, sukses për cilin gjenerata kanë derdhë, djerës kanë derdhë, gjak, dhe gjithsesi se unë i falenderoj gjithë njerëzit, lojtarët, stafin, të cilët sado pak kanë dhënë kontribut prej vitit 1973 deri sot, sepse pa ta kjo ëndër nuk do të mund të ishte realizuar. Realisht këtë vit arsimin për hir të së vërtetës nuk është se e kanë llogarit shumë si ndër pretendentet, megjithatë puna e madhe e bëme dhe besimi që ne kemi pas tek njëri tjetri, që tifozët e kanë pas tek ne dhe gjithë komuniteti Çegranit, Gostivarit, Forinës, gjithë Pollogut, për ne ka vlerëtur më shumë dhe ai besim na ka dhënë forcë. Cilat janë pretendimet e klubit tani më si antar e Ligës së Parë të futbollit të Maqedonisë së Veriut? Duke marrë parasysh se jemi klubi i ri dhe klubi më i ri në Ligë Parë dhe jemi klubi i vetëm që momentalisht debuton për shkak se dim se Makedonia Gjorçe Petrov ka luajtur më herët Ligë Parë, po edhe Besa me Bashkimin që luajnë në balotazh, të dyja kanë qenë pjesë e Ligës së Parë. Pretendimet tona janë që të jemi një mrekulli e re edhe atje. Ashtu si ishim një mrekulli e re në Ligën e Tretë, ashtu si ishim një mrekulli e re, një shkëlqësi e re në Ligën e Dytë, e njëjtën e pretendojmë edhe në Ligën e Parë. Mbi gjithat jemi klub shembull, klub mikpritës dhe besoj që me punën që bëhet dhe me angazhimin që ka i gjithë komuniteti, mërkimtarët, komuniteti këtu, tifozët, lojtarët e stafi, besoj që do të bëjmë punë të mira dhe do të jemi klub shembull me rezultate pozitive në gjithashtu Ligë Parë. Dhe kujt ja dedikoni këtë sukses të madh arsimit? Falënderimi më i madh i takon Zotit. Për shkak se pa besimin në të asgjë nuk do të ishte e mundur. Falënderimi i madh i takon mërgjimtarëve, falënderim i madh për gjithë lojtarët dhe stafin teknik dhe kryesinë e klubit. Këtë sukses ja dedikoj gjithë atyre që na besuan, të gjithë atyre që na dhanë një shtesë atëherë ku na duheshte, e këto janë tifozët më të mirë në botë, sidomos Amada Verdezi. Atëherë në emër të televizionit Koha edhe unë ju uroj suksese me klubin e futbollit arsimin në elitën e futbollit të Maqedonisë së Veriut. Faleminderit shumë, faleminderit deri tek mediumi juaj që na ndjek vazhdimisht për korrekcinë dhe dashamirësinë që e keni ndaj arsimit dhe sportit në përgjithësi. Faleminderit. Momenti i parë, urime dhe si ndihet Bildoni si trajneri i ekipit të Ligës Parë? Është një moment historik, është një moment që vetëm mundesh ta përjetosh, fjalët do të thonë janë për ta. Sidoqoftë, kjo është rezultati i asaj për të cilën kena punuar gjatë gjithë vitit me lojtarët, me kryesinë, që të mundet të arrijnë deri këtë nivel. Kjo është një arritje historike për gjithë ne. Në këtë moment e vetëm jam shumë i kënaqur me lojtarët për gjatë gjithë vitit, për angazhimin, seriozitetin, disiplinën, dhe kjo është rezultati i tyre. Ata kanë merituar më shumë se gjithë. Kush ja dedikoni këtë titull të madh edhe historik? Po, arsimi është e shenjtë për Çegranin dhe kjo ose ky moment historik, inkuadrimi jo në Ligën e Parë i dedikohet gjithë banorëve të fshatit Çegran, veçanërisht diasporës tonë, të cilët janë ajo rrota lëvizse e klubit tonë, se pa to klubi nuk mund të funksionon dhe ne jemi shumë të lumtur për këtë dhe le ta gëzojnë, le ta meritojnë gjithë dhe le ta shijojnë futbollin e Ligës Parë. Edhe unë në emër të televizionit Koha ju dëshiroj suksese në Ligën e Parë. Gjithashtu edhe unë në emrin tim personal të lojtarëve, stafit, të kryesisë, ju falenderoj juve përsëmërsisht, gjatë gjithë vitit na keni ndjekë, na përstërvitje, keni dhënë intervista për ne dhe jam shumë i lumtur, shumë krenar dhe inshallah keni edhe ju sukses në vazhdimsi. Faleminderit shumë, faleminderit. Shëndroj një sukses historik duke u kualifikuar në elitën e futbollit të Maqedonisë së Veriut. Ju si futbollisti këtij klubi si ndiheni në këto momente? Këto momente ndjehem shumë i lumtur, shumë krenar për shkak se u rishkruajt historia e fshatit Çegran pas 52 viteve, inkuadrimi në Ligë të Parë dhe normal që më të lumtur dhe më krenar se sot
nuk kemi qenë ndonjëherë. Cilët ishin ato sfidat më të mëdha gjatë pjesës pranverore të kampionatit? Po, ndeshjet që i kemi pas, do me thonë, derbi me ekipat pretendente për në ligë të parë, do me thonë të gjitha i kemi kaluar me shumë sukses, me shumë merit dhe mendoj se është një arritje e suksesshme, besoj se shumë e kemi meritu, edhe ne, po edhe fshati, edhe qyteti i Kosivarit e kanë meritu këtë sukses. A mendoj se Arsimi densisht do ta prezantojë rajonin e Pollogut dhe Çegranin? Po, do me thonë nuk do që jemi vetëm në ligë të parë si ekip, do me thonë që do të garojmë për pjesën poshtë, do me thonë do jemi një ekip shumë serioze, shumë ambicioze, edhe normal, ligë e parë në pret me shumë ekipat forta, me shumë duele të forta, por ne do që japim hakun, do që bëjmë punën tonë dhe në fund do të shoh. Suksese! Faleminderit! Skuadra e Bashkimit përkundër presioneve të shumta shënoi fitore të madhe dhe atë në Shtyp kundër Bregallnicës 1-0 në takimin që drejt për drejt vendosi se cila nga këto skuadra do të siguron balotazhin për kualifikim në ligën e parë. Autori golit për këtë fitore të rëndësishme ishte Emir Asani në minutën e 9 të pjesës së parë. Bashkimi ndeshjen e balotazhit do ta zhvillon kundër ekipit Besa e Dobërdollit më datë 25 maj. Makedonia Gjorgje Petrov para publikut vendas barazoi me Bellasicën, por fal gol averazhit më të mirë mbetet kampion në ligën e dytë, edhe pse kanë po aq pikë sa edhe Arsimi në vendin e dytë. Rezultatet janë: Vardari Arsimi 0-4, Bregallnica Bashkimi 0-1, Boreci Ohri 4-1, Detonit Plaçkovica Pobeda 2-2, Skopje Kamenica Sasa 3-2, Kozhufi Novaci 5-1, Makedonia Gjorgje Petrov Bellasica 0-0, Osogova Vardarski 4-0. Por për këto dy suksese të mëdha për titullin kampion të Shkëndijës dhe kualifikimin e KF Arsimit në ligën e parë, televizioni Koha ka përgatitur një emision special që do të emitohet të mërkurën.